Më shumë dritë, më pak kosto. AE Solar. Me Noble Real Estate, ëndra juaj është një realitet për një shtëpi ku deti është fqinji juaj i parë. Të dashur miq të kanalit Luaj Derën, ne jemi diku nga fundi tetorit dhe sigurisht radiologët, onkologët kanë pasur shumë punë gjatë këtij muaji. Ne do kishim dashur që të kem punë gjatë gjithë kohës, jo për të keq, po e kam fjalën që të kontrollohen, jo të shërojnë sëmundje. Po pse jo të detektojnë në kohë sëmundjet dhe gjithsesi janë të shërueshme. Me Argjendin, doktorin e nderuar, do flasim sot për pyetjet që më së shpeshti ja bëjnë gratë një radiologu. Me sigurisht shumë pyetje të bëjnë gratë, apo jo? Po. Rreth sëmundjes dhe zakonisht po flasim për gratë gjithmonë, jo për burra. Te burrat moral ndodh që të kenë diçka të dyshim në trupin e tyre. Në fillimit muajit nëntorit, cili është muaji i shëndetit burrave, dhe do jenë në fokus shpresoj burrat, do të thonë gjithashtu vetëdijsimi i burrave për shëndetin e tyre. Sëmundjet nuk na kursejnë, do të thonë asnjë palë, as gjinin femërore. Kanceri i gjirit është një nga kanceret më të shpeshta te gratë, edhe tetori është pikërisht muaji i ngritjes vetdijes për kancerin e gjirit, si një ndër sëmundjet më të shpeshta. Athash nëntori do jetë për shëndetin e burrave, në përgjithësi karcinom e prostatës e kështu me radhë. Po, radiologu është ai i pari me të cilin ballafaqohet çdo pacient i cili është udhëzuar për me bën një incizim ose një metodë imazherike me të cilën ne tentojmë të shohim ndryshimet që kanë ndodhur brenda trupit të pacientit, nga, do të thënë, shmangjet nga ajo që duhet është normale, cilës do qoftë strukturë të organizmit tonë, me metodat e ndryshme, do të thënë, radiologjike ose imazherike që ne i posedojmë. Zakonisht gratë, kur vetë ekzaminohen, ose rastësisht u qëllon që shohin diçka të dyshimt në trupin e tyre, nuk dinë ku të drejtohen. Dhe është pyetja e parë që më së shpeshti gratë e bëjnë. Kur më duhet një radiolog? Radiologu, për sa i përket shëndetit grave, është mjeku i cili merret me diagnostikën e gjive. Është radiologu, nuk është jo onkologu. Onkologu është, do të thonë, në një fazë tjetër të trajtimit të pacientit, do të thonë, me diagnostikim merret radiologu. Dhe për fat keq që gjatë çdo radiolog, gjatë specializimit të tij, ka disa muaj që i kalon në diagnostikën e gjirit dhe ka një uri, do të thonë, bazë për diagnostikën e gjirit. Po mandej ekziston një subspecializim e veçantë që quhet diagnostika e gjirit, mama radiodiagnostika quhet. Dhe ne jemi në krejt shtetin jemi vetëm 5 mjek të tillë që pa. Onkologu vjen në atë fazën, do thoja, të fundit, mbasi është radiologu ka dyshuar për ndryshime eventuale qoftë për kancer të gjirit te gruaja, dhe pastaj është bërë biopsioni i gjirit, materiali është marrë, është dërguar te patologu për të vërtetuar, do të thonë, për të diagnoza dyshimi i radiologut në këtë rast. Dhe kur vërtetohet se ajo është, do të thonë, kancer, atëherë gruaja shkon tek kirurgu, i cili duhet ta heqë atë, i cili do e planifikon në bashkëpunim ndoshta me radiologun se si do e bëjë, do të thonë, a do hiqet veç një pjesë e gjirit, një kuadrant si i themi ne, apo veç tumori, që po tumorektomi, apo do hiqet krejt gjini, do të thonë, varësisht edhe prej stadit të sëmundjes edhe, i cili gjithashtu do varet, do të thonë, edhe prej metodave imazherike që do përdoren për të definuar saktë se deri ku është ajo, si thonë, extent of disease ose përmasat e sëmundjes, deri ku është e përhapur sëmundja. Pasi bëhet intervenimi kirurgjik, është faza ku pacienti ja përfundon te onkologu për të vendosur eventualisht se a do duhet të merr kimioterapi pacientja, a do duhet të merr rezatim, shtesë ose, do thënë, ajo është vendimi i tij. Ai është, si themi, kulmi i shtëpisë, po baza themeli është, do të thënë, diagnostika, edhe do thoya shumë e rëndësishme, pikërisht ky muaj është përcaktuar për vetëdijsimin e grave, se llogaritet se ngritja e vetdijes grave, do të thënë që ato të njihen me atë njerëz sa e shpesh është kjo sëmundje, që kanceri i gjirit prek 12% të grave që i bjen çdo e 8-ta grua preket me një fazë tjetër për kancerin në gjin. Në nivel global, do me thonë, në botë gati për statistikave të fundit,
gjithmonë ka qenë diku mbi 2 milion, për shembull vitin 24 2.3 milion gra janë prekur nga kanceri në gjë. 670.000 gra kanë humbur betejën prej kancerit në gjë, pak a shumë 1/4 e këtyre. Në Maqedoni dikun sipas dikun ka qenë 1089, duket në vitin 2021 se nuk kemi aq të përditësuar të vana. Dhe numri i grave që kanë humbur, domethënë betejën ishte dikun 368 ose ashtu që i vjen 1/3 që nuk është aq inkurajuese, po ta shohim se në nivel global ku kemi edhe vendet e pazhvilluara të Afrikës hyn atje dhe e rrëzojnë këtë, ne kemi 25% domethënë të grave që domethënë humbin betejën për kancerit në gjë, ndërsa në Maqedoni kjo qenë ka 1/3 që i vjen diku 33% e humbin betejën. Që gjithashtu flet për nivelin e edukimit shëndetësor të grave. Pa kjo është ajo që ne tentojmë ta bëjmë këtë muj, që t'i vetëdijsojmë ato që duhet bëjmë kontrolla, po edhe të vetëdijsojmë shtetin, sistemin shëndetësor, domethënë personat që janë udhëheqës në postet kyçe, domethënë që mundsojnë kështu programe të screeningit, pra programe të kontrollave të rregullta periodike për gratë, që kancerin ta zbulojmë në faza të hershme, në ato faza kur gruaja nuk do vije me pyetje ose me simptomet, domethënë kur nuk do e prekje një ndryshim, kur nuk do vreje një ndryshim në gjirin e saj ose ndonjë gungë, se zakonisht kur gruaja vren në simptomet, kjo është kur kanë kaluar minimum 2 ose 3 vjet, domethënë nga paraqitja e sëmundjes. Ne tentojmë ta shkurtojmë këtë kohë, domethënë, se vetëm zbulimi i hershëm në kohë siguron garancion deri në 99% domethënë të shërimit të plotë sëmundjes. Kjo është ajo arsyeja pse i bëjmë gjithë këtë angazhim, se ju edhe mediumet edhe gjithë këto workshope, tribuna që mbahen, domethënë e kanë pikërisht këtë rol, të ngritin vetëdijen e grave, se është një ndër dy komponentat kryesore që është njihet edhe vetë nga organizata botërore e shëndetësisë, ngritja e vetëdijes, edukimi shëndetësor i grave dhe ofrimi i qasjes së atyre në këto metodat e diagnostikimit të hershëm. Do kaloj te një pyetje pak më private, pak më personale të themi. Ju, duke qenë se jeni doktor, keni pasur pashtu rastin brenda në shtëpi, e shoqja juaj, profesoresha e nderuar Florinda, ka qenë e prekur me kancer gjiri, dhe më ka bërë përshtypje një fjali e saj që thoshte se unë duke pasur burrin një radiolog, mendoja se kur nuk do prekesha nga kjo sëmundje. Po nuk është ashtu, nuk ndodhi ashtu. Çfarë do të thotë për një mjek kur sheh se njeriu më i afërt po vuan një sëmundje që e njeh në thellësi, ja njeh pasojat, e njeh si sëmundje? Mirë, tash në rastin konkret bëhet fjalë për një diagnostikim të hershëm të sëmundjes, i cili nuk pati nevojë të marrë mandej as kimioterapi, domethënë vetëm më shku me terapi hormonale, normal që është bërë intervenimi kirurgjik, është largu tumori. Pra, po kanceri nuk kursen askë. Jo vetëm gruan e doktorit, po nuk i kursen as doktorët vetë. Dhe ne si mjek, deri në këtë stad, këtë fazë të zhvillimit të mjekësisë, ne mund me këshillat diçka të ndihmojmë në uljen e faktorëve të rrezikut, si i themi ne, për një sëmundje maligne, për kancer, por nuk mundemi ta parandalojmë. Është vërtet. Ne nuk dimë ta parandalojmë. Unë kështu ndonjëherë ditë jem i vrashur, nuk dimë ta parandalojmë. Tash pasi flasim kështu bisedë të tillë, do thoya pa ca ditë më kontakton një koleg nga Shqipëria, si kuptoha që e ka si background shëndetin publik, okay, parandalimin e ca sëmundje që janë të parandalueshme, dhe më shkruan të do vim tetov të mbajmë një konferencë një ashtu për parandalimin e kancerit. Dhe unë nuk i dhash përgjigje në moment, se në trurin tim me njerë filloj ajo që po unë të dija të parandaloj kancerin, do e kisha parandaluar. Pra nuk është ajo qasje defetiste. Ne si radiolog dhe si mjek, ne krejt çka mund të bëjmë, është ta zbulojmë herët një sëmundje maligne, se në atë fazë, cila do qoftë kancer, tash dallojnë ato, nuk janë, apo mendoj, po spaku për kancerin e gjirit, kur është fjala, është pothuajse plotësisht i shërueshëm. Pra ne nuk parandalojmë realisht, ne e zbulojmë herët. Nëse zbulot në kohë, ama. Zbulimi i hershëm është garancion për
shërim të plot. Tash, po ti përgjigjesh a unë kolegut ashtu, do t'ingloja pak cinik, kur do i përgjigjesh a shkurt, po në fakt vërtet e mendoja në atë moment, se u kam prindën që kam humbur, kanë durar jetë nga kanceri, ka qenë bashkëshorët jam, mund nesër unë t'jemi prekur, po ne krejt që ka duhet bëjmë, pra t'jemi të vetëdijshëm për këtë, se mund të prekemi nga këtë smundje, se ka një rritje të këtyre smundjeve malinje kohët fundit, mund t'jesë si pasojë stilit të jetës, po më shumë ti mund t'jetë si pasojë asaj se tash kemi metoda me të cilat ne i diagnostikojmë, dhe përpara thonë u smu keq dhe vdiq. Ajo u smur keq dhe vdiq, çka ishte? Ishte një betej e pasbuluar. E pasbuluar realisht shkaktari i vdekjes pacientit dhe asaj smurjes, domethënë pacientit, se tash edhe në mumjet e Egjiptit është konstatuar që ndonjëra prej atyre ka vdekur për kancer të gjirit, ka pas kancer në gjik. Po që në atë kohë nuk është ditur, domethënë pasmundja si e tillë ka ekzistuar edhe para mijëra viteve. Është e vërtetë. Kur jemi te diagnostika, kemi disa mënyra si e diagnostikojmë sëmundjen, por ajo që është, të themi, më e përhapur, që tash më bëhet edhe në Tetov, është mamografia, apo jo, doktor? Në Tetov po ashtu bëhet edhe kimioterapia, e kuptova këtë në bisedë me një nga gratë e prekura me kancer gjiri që po bënte trajtimin atje dhe që ishte shumë e kënaqur, tha shumë fjalë të mira për stafin për gjitha këto. Do të keni kushte për diagnostikim, edhe për trajtim. Kemi patur, domethënë, qendra Tetova ka kabinet gjirit. Tetova shkaku se ka subspecialistë të diagnostikës gjirit, është një ndër qendrat referente ku ki screeningu që bëhet i organizuar për vetë shtetit. Pra qendrat e tjera si që janë Ohri, Manastiri, Struga nuk kanë mjek subspecialistë gjirit dhe incizimet që bëhen atje vinë me post tek ne në Tetov, lexohen tek ne, bëhet leximi dy fysh, mandej lexon një koleg tjetër prej Shkupi ose ashtu, më thënë, njëkohësisht nga këto gra ato marrin përgjigje që ose nuk kanë asnjë ndryshim ose eventualisht që duhet bëjnë edhe ndonjë incizim shtesë siç është ekografia, apo më thënë të vinë kontroll të rregullt mbas 2 viteve. Pra ne kemi pasur që nga viti 2015 kur ka fillu kjo screeningu për zbulimin e hershëm të kancerit në gjinë në Maqedoni. Pra është prej vitit 2015 që gati 10 vite më thënë që bëhet kjo. Një nga pyetjet tjera që bëjnë gratë është, a më mjafton vetëm mamografia? Mamografia, siç e dim, e kemi shpjeguar disa herë me doktorin, nuk është proces i dhimbshëm, nuk është një hetim. Zgjat disa minuta, ka pak rezatim, po. Dhe po zakonisht është përdoret te gratë mbas moshës 40 vjeçare. Në 40 tek ne është deri në moshën 69. Më thënë, ku shteti duhet vetë t'i ftoj këtë kategori të grave, po që nuk arrin, më thënë, si gjithmonë nuk arrin t'i ftoj gjitha, ndoshta nuk arrin as 5% të tyre t'i ftoj. Kështu që ekziston një faqe ku gratë vetë mund të paraqiten, që është screening me k, screening.zdravstvo.gov.mk, dhe atje mund të saktojnë vetë një mamografi, më thënë, pa pagesë që është. Për gratë është pa pagesë, apo jo? Kjo është shumë e rëndësi për gratë që duan të bëjnë. Për burat është me pagesë. Nuk bëjmë screening të burat, pasi smundja është shumë e rrallë, dhe pse i prek burat është shumë e rrallë tek burat. Mund të atje të saktojnë një pap test të kjo faqe, atë vetëm mjafton të shkruajnë search screening MK diçka dhe do ju dela e faqe, sigurt e para në listë dhe mund të futen atje dhe t'i vendojnë dhënat e veta dhe edhe mund të bëjnë një mamo falas. Po, mamografia bëhet të moshën 40 për arsye se një nuk duam ta gjirin e ri ta fillojmë ta rrezatojmë prej moshës së re. Pas incidenca shumë më e vogël të moshat më të reja dhe e dyta mamografia nuk është shumë sensitive si metodë te gjiri i dendur, te gjiri që ka gjandër shumë, domethënë gjirin moshë të re është dominon gjandra e qumshtit. Madje me lindje, edhe me mosh, me plakegji, më thënë fillon të zëvendësohet me dhjam dhe bëhet ndryshimet bëhen më dukshme, domethënë në mamografi. Pasi që gjandra vetë e ka densitetin e tumorit, më thënë gjandra është e bardhë, në mamografi tumori i bardhë, dhe pasi mamografia është një fotografi ku përmbulohen gjithë strukturat e gjirit njëra mbi tjetrën, është sikur në mes të disa fletave të bardhë të fusish një grimc letre tjetër të bardhë, edhe të tentojsh ta shohësh kështu ta mbyllësh atë libër dhe është vështirë të shihet gjini i dendur në mamografi. Po kur gjiri ka kaluar një periudhë, ka filluar të jetë më i rrallë, më thënë ka humbur densitetin e tij normal, është bëhet më sensitiv mamografia dhe kjo është pikërisht mosha mbi 40 vjeçare.
Sa mamo duhet bërë brenda vitit? Edhe ekziston një farë shqetësimi ose frike sa i përket bërjes së mamos, pasi shumica e vendeve e kanë hequr nga ato protokollet që i kanë për detektimin e kancerit gjirit. A ka diçka të vërtetë te kjo? Ka diçka të rrezikshme sepse shoh shumë diskutime mes grave, nëse duhet bëhet ose jo. Dhe sa herë duhet bëhet? Ne mite kemi kështu, legjenda urbane mite kemi shumë. Edhe kjo është njëjtë edhe si në kohën e Covidit, edhe kështu pikërisht ekspert të lëmive të artit, ashtu dalën krye ekspert në lëminë e mjekësisë ose të sportit, dilnin për vakcinat, dinin shumë, do të thonë që ishte magnit se ti shohësh për nga gjithë të njohuri, do të thonë. Dolëm në atë që bota mira vite më parë ka hekur atë dilemë, sot ditësoj të kende njerëz i tharë se bota është e rafsht. Pra kështu gjëra ka shumë, po një shtet serioz pasi e bën mamografin, do të thonë i fton gratë e kësaj grup moshe që të bëjnë një mamografi të rregullt, për arsye se sëmundja e kancerit gjirit ka një bar për sistemin shëndetësor. Është një term që përdoret si burden of disease, ku ajo shndrohet në vlerë numerike në shpenzime se sa i kushton një shtetit. Që në kupton sa do kushtoje nëse kanceri i gjirit themi, marrim një rast të imagjinar, zbulohet në një fazë të avancuar metastatik. Edhe intervenimet do jenë më shtrenjta, terapia që do përdoret, ai e llogarit, do të thonë një dozë e kësaj kushton $5,000, kjo do duhet marr, ku ta di, 8 doza ose seanca të kimioterapisë do kushtojë ka 5.000, 40.000, intervenimi kirurgjik që të bëhet, ose ai paliativ që të duhet bëhet për të lehtësuar dhimbjet kësaj na kushton kaq. Gjatë gjithë kësaj periudhe që kjo do ketë jetë, domethënë ku disa janë sa kaq muaj ose ashtu, kjo do mungojë nga puna, dikush duhet t'ia paguajë rrogën kësaj, dikush do duhet kujdeset, një familjar pa i kur do kujdeset për këtë do humb jajve nga orari i punës, dhe krejt e bëjnë atë çmimin tamam dhe themi burden e shndruar në para e kancerit është mund të jetë diku disa $100,000. Dhe mandej lind pyetja, po sa kushton ta parandalojmë këtë mos vinë tek këto shpenzime? Po kushton një mamografi, sa është $70, themi, te ne është ma lirë. Po pater hajt ta bëjmë këtë, se që ka shumë ma lirë t'japish $70 se sa t'japish $300,000 ose $400,000. Më kupton? Kështu që këtë luks të mos e bëjnë screeningun për ta zbuluar herët sëmundjes, nuk e di se shtetet do mund t'i afronin vetveten. Shtetet e zhvilluara nuk e bëjnë. Do të thënë mund ta bëjnë një shtet i pandërgjegjshëm, për atë e thon fukaraja gjithmonë e paguan më shtrenjt. Po kjo nuk do thotë se nëse ata nuk e bëjnë që nuk do ballafaqohen me kostën e trajtimit të kësaj sëmundjes. Shteti mund mos përkujdeset për vitet e humbura të jetës së gruas, mund mos i dhimbsen vitet e humbura të jetës asaj, po sidoqoftë do duhet t'i ofrojë për arsye humanitare një farë trajtimi asaj gruaje. Dhe ky trajtim kushton. Këtë duhet ta dinë ato që bëjnë politika shëndetësore. Se ti do ballafaqohesh në situatë ku nuk mund të refuzosh trajtimin e asaj pacientes. Dhe ky trajtim kushton shumë më tepër se sa ti bësh një screening asaj të ta zbulosh herët. Thjesht për të ullë kostën e shpenzimeve të trajtimit pacientit. Nëse nuk po na dhimbset jeta, nëse nuk po na dhimbsen vitet e humbura të jetës, atëre, kjo sëmundje din të na mshoj ka xhepi, si thonë. Din të na kushtoj. Mjekimi kësaj ka koste të lartë, domethënë. Falë, ndoshta e zgjata shumë. Jo, në fakt ju edhe dini sa e ka kostën, sepse jeni ballafaquar me një gjë të tillë edhe në shtëpi. Edhe si mjek, domethënë, një nga pyetjet tjera që e bëjnë gratë, a më mjafton veç mamuja apo duhet të shkojnë në incizime më të thella? Këtë mos mërziten, këtë e vendos, domethënë. Doktori, ja? E vendos mjeku. Ju në fakt. Po. Nëse ka nevojë për incizime më të thella, cilat janë ato? Sepse shumica e grave që nuk vinë që të kontrollohen, shkaku i vetdijes ose ndoshta në zonat rurale, edhe pse sot më lirë arrin informacioni, megjithatë prap nuk kemi atë vetdijen që shkojmë dhe kontrollohemi për një dhimbje, ose për shembull historiet e grave kanë qenë që nuk kanë pas fare dhimbje, nuk kanë pas as edhe një gung diku që ta detektoj dhe sërish. Nuk dha. Po si thati, shumë lehtë arrihet te informacioni, sot edhe shumë lehtë arrihet edhe te dezinformacioni, ja? Më pëlqen një autor thotë ne jetojmë në epokën post-truth era, domethënë epokën e dezinformacionit, pas vërtetës jetojmë.
Se gjithkush mund të postoj të vërtetën e tij, e që nuk përkon me realitetin. Dhe nëse ne nuk dim ta dallojmë, a kupton, atëherë do ishte si kur futesh në internet dhe kërkon të gjesh një informacion, është si në atë kopën e barit të lipësh gjilpërën. Dhe ti nuk e din cila është, gjithçka të duket se e gjilpëra që e kërkon. Dhe asgjë nuk është ajo që kërkon. Po. Mund të marrësh pikërisht informatën e gabuar, se pikërisht vërtet jetojmë në këtë epokë të pas informacionit, të post informacionit, post vërtetës, domethënë. Dhe algoritmet janë tilla që mundon të përshtatet kërkesave, interesimit tonë, apo? Dhe nëse ne futemi zhytime në diçka të pavërtet, ai ende edhe më tepër na servon atë pavërtet. E ke vërejt këtë fenomen? Jemi si një kombon të qelqt, dhe ku ne vetëm dëgjojmë ehon asaj që na pëlqen. Dhe tenton të na kënaqë algoritmi, tenton të na bëjë të ndjehemi bukur, po ajo jo gjithmonë tregon se ne e kemi përreth nesh të servuar ose informacioni saktë. Në fakt kemi te kjo që thua shumë informacione të pasakta, kemi metoda popullore, kemi ilaçe që shërojnë kancerin, që nuk duhet të shkohet në intervenime kirurgjikale e kështu me radhë, që mund të jenë nganjëherë shumë të dëmshme. Gra që provojnë në forma anësore nga gjëra që kanë lexuar ose parë në internet, dhe që rrezikojnë po ashtu shëndetin. Besoj ballafaqoheni shumë me shumë muhabete kur vin gratë të kontrollojnë apo jo. Se ai ilaçi universal shëron krejt kanceret të shëron. Edhe gjirit të shëron. Shëron sëmundje tjera, çfarë do qoftë, lukthit ashtu. Shëron gratë që nuk bëjnë djem, thot atje, gjithashtu. Dhe gjinin e përcakton burja, ma ashtu thot te ilaçi te sqarimi. Grati shëron, domethënë. Pra, shihet që personi që e ka bërë ilaçin nuk e kupton esencën e problemit. Se nëse flasim dalim prej teme, po se i shërojmë gratë pse nuk bëjnë djem, ki mentalitet jonë prapambetur. Ky person ti kupton se nuk e din se gjinin e përcakton burri, atë le të shëroj burrat, po të thotë që shëroj burrat që nuk bëjnë djem, do kishin fare logjike. Por logjika e të paturit një ilaç universal veç tregon se ky person nuk ka njohuritë e duhura, se çdo smundje ka një mekanizëm të vet, domethënë. Nëse ki telefoni jot të prish ose makina është prish, nuk mund të ketë pjesë universale që vetëm ta vëndësh diku në makinë dhe ajo do rregullohet. Funksionon. Nuk keni parë ndonjë rast që ka qenë një mrekulli, që keni parë se është trajtuar me ndonjë ilaç popullor ose nuk keni parë në përvojën? Kam parë mrekulli, domethënë të tilla që gruaja ka ardhur në fazë tepër të avancuar duke besuar në këto mrekulli. Po, domethënë është e dëmshme. Në stadium kur ka qenë e pamundur të bësh diçka për atë. Besoj që ka dhe gra që duan me çdo kusht të provojnë diçka popullore. Me vetë idenë që e kuptoj si femër, sepse çështja estetike ka shumë rëndësi te gratë, që nuk duan të heqin gjirin ose nuk duan të ndërmarrin ndonjë instancë që për ta do ishte jo estetike. E di që me bisedat me gratë që kemi pas, kanë qenë ato diskutimet nëse kanë pranuar të heqin gjirin, ka qenë po ashtu Florinda e cila falë këshillës që ka marrë prej jush e ka hequr gjirin, dhe këto diskutime janë shumë të rënda të bëhen mes grave. Si do t'i ngushëllojë tip? Se duhet të ndërmarrin një hap të tillë që të heqin gjirin ose varësisht nga rasti, sa i rëndë është, sepse Florinda ka qenë, siç e thatë edhe vetë, një nga rastet më të lehta. Unë nuk do të si mjek flas veç për përvojën personale, domethënë, pasi unë kam edhe përvojën më gjërë të mira pacientëve të tjerë. Jo nuk dua që të flas, jam i hapur për të folur për çdo lloj temë, po do thoya që intervenimet të kirurgjisë plastike sot bëjnë çudi, kupton? Gratë për çejf bëjnë intervenime të tilla. Dhe thuash se ti nuk don të intervenosh në gjirin tënd se do humbish diçka nga ajo pamja e tij. Nuk ka logjikë se ne tentojmë unë shpesh ne tentojmë të shpëtojmë kokën, tash jo gjirin, se gjirin mund ta rekonstruojmë, kokën nuk mundem me kirurgji plastike ta rekonstruojmë. Koka në kuptimin e jetës, a kupton? Pra tendenca të shpëtojmë kokën, shpëtojmë jetën, jo gjirin, se gjirin mund ta rregullojmë mandej dhe ta bëjmë edhe më të bukur se çka qenë, po jetën nuk mund ta kthejmë mbrapsht. Kjo është ajo fjalia magjike që kishte bindur Florinda. Kështu që besoj se të gjitha gratë që duhet të ndërmarrin një hap të tillë, sot kirurgjia, domethënë trupin ta bën edhe më të bukur, po mendja, siç thot doktori, nuk mund të rikonstruohet. Po.
Më thënë, jeta nuk mund të kthehet, jeta e humbur, vitet e humbura, më thënë, nuk mundemi. Ose, kualiteti i jetës kur smundja zbulohet në një fazë më të avancuar. Që te gratë shumë fjalë, për atë duhet që mund të kenë lënë një mbresë të ato dhe ndonjë fazë të jetës duke dhënë forcë për të kaluar atë. Unë vjen keq se ne radiologët nuk e kemi edhe mjekët në përgjithësi atë edukim adekuat. Ndoshta do duhej të jetë një tim multidisiplinar ku do të ketë pjesëmarrës edhe një psikolog edhe ashtu që janë më të trajnuar për ta bërë këtë punë. Po më kujton rasti një paciente e cila kur më kthehet pas sa kohe, që unë nuk isha i vetëdijshëm se e kisha thonë në atë fjalë asaj. Thotë doktor, në gjitha asaj kohe, kur projektoja atë momente e vështira kur merri atë kimioterapinë, thotë më kujtoheshin ato fjalët e tua. Thash, cilat fjalë? Ajo që ja kishin thënë se ajo vetë ishte profesoreshë gjuhës angleze. Unë i kam thënë se ka një fjalë në anglisht që thotë if you're going through hell, keep going. Që nëse nuk e ecur në përfer, vazhdo të ecësh. Dhe më thënë, mos u ndalë se do digjesh. Dhe kjo është logjika. Ec, mos ndërpre, mos u dorëzo, shko deri në fund. Që ndonjëherë fjalë mund të ketë aq impakt në ato për ta inkurajuar një grup. Për atë është e nevojshme kjo qasja multidisiplinar. Ne gratë për nga natyra jemi që dim edhe më shumë se doktori, kështu që është më se e nevojshme që të keni atë timin profesional për të biseduar me gratë për një çështje kaq të ndihshme. Po, duhet të ekzistojnë qendra të trajtimit të kancerit, ku përveç mjekut radiologut, domethënë, ai do ishte një farë që quajmë një one-stop clinic, ku gruaja vin atje dhe nuk ka nevojë të dalë atje. Atje është edhe mjeku që bën diagnostikën, atje është edhe patologu, atje është edhe psikologu që punon me atë grua, atje është edhe po ajo është një ëndër që ndoshta pas disa vite do realizohet edhe këtu. Atje është edhe kirurgu që dhe operoi atë gruan dhe po në njëjtën qendër është edhe onkologu dhe krejt. Më thënë, ka gjithë mbështetjen, mos ketë nevojë të shëtisë ajo prej tetove në shkup, pa prej shkupin tetove në sjellës. Për fund do ta themi atë që u dash ndoshta të parën ta flasim. Pse ka shumë raste me kancer gjiri dhe pse gratë? Okej, pse ka shumë, ndoshta pse mënyra e ushqyerjes apo jo? Ja, pak a shumë po tash është trendin, ka arritje, po nëse trendi ka qenë 2.2 milion para disa viteve në botë, e tash është 2.3 milion, po dhe popullata e botës është rritur. Kupton, nëse i shohim gjërat kështu. Po. Më thënë, ku ta di, nëse vitin 1918 gripi i rëndomt ka marrë disa dhjetra mijëra jetë, ajo ka qenë një përqindje e madhe se bota nuk ka pasur as 1 miliard njerëz atëherë. Më thënë, tjetra gjë është si pasojë asaj se tash kemi metoda për të bërë diagnostikim. Tash kemi mjetet informacion që gruaja përpara me një fshat nuk ka ditë se një grua në qytet ose në fshatin tjetër është smur prej kancerit të gjirit, por ndoshta edhe ajo vetë nuk e ka ditë që ka kancer të gjirit. Pa pse ka shumë raste është pse mundemi të diagnostikojmë këto raste, edhe informacioni mbrin shumë lehtë përhapet. Më thënë, edhe ju mediumet, aktivistët e ndryshme, pa vetë tash gratë lidhen në shoqata të tilla që ndihmojnë njëra tjetrën, të formojnë grupe të tilla që bashkëpunojnë me njëra tjetrën, e bëjnë që të ndëgjohet më shumë për këtë smundje, siç e përmend thash ka patur edhe në mumjet e Egjiptit ka patur kancer të gjirit. Sa i përket profesionit që ke zgjedhur, besoj që pak radiolog shqiptar kemi, ose onkolog, ose mos them ginekolog ka më shumë, po janë nga ato drejtime që sidomos në kohën tuaj mund të kenë qenë të bullizuara në përgjithësi. Ke pas komente, besoj që ke pasur komente nga rrethi, nga shoqëria për profesionin që ke zgjedhur, ose kur ke treguar se unë po merrem me diagnostik gjiri për shembull. Mund vinë si pasojë e ignorancës. Se me diagnostik gjiri ne jemi 5 subspecialistë gjirit, edhe ti kur tha radiolog shqiptar ka më shumë, po subspecialistë të diagnostikës, radiolog të subspecializuar, unë jam i vetmi. Edhe shqiptar, edhe në Mes Maqedonë, nuk ka tjetër. Ishte një koleg Zlatko që ndroi jetë, tjetër janë edhe 4 gra. Po ti ke numër të madh të ginekologëve burra. Po. Edhe tash nuk e di ku është problemi. Ana sjelltas mund të kesh mjek
kur bëjmë fjalë për trajtimin e pacientit ose diagnostikime e bëhet në nivel profesional dhe besoj që nuk duhet shihet gjinia e Ju jeni të parët që keni trasuar këtë rrugë, tani të tjerë mund vinë shumë. Po flas për kohën, në atë kohë ka qenë e vështirë besoj të zgjedhësh një drejtim që për shokët së pari për shembull mund të kemë bërë shaka. Nëse bëjmë shaka, po, e kam një shok klase që është ashtu tip thot kur del ti në televizion, thot unë i shoh fëmijët anash dhe ndrej thot kanalin ti flet tema të turpshme. Okej, po këto janë tema që nuk janë të turpshme në fakt dhe janë për të cilat duhet të dim. Duhet të dim se te burrat smundja është më e rrallë, po dhe burrat preken prekancë e gjirit. Dhe burrat janë ata që kanë bashkëshorte, që kanë nana, që kanë motra, dhe edhe ata duhet të jenë të edukuar për këtë smundje. Siç është kancer e gjinit. Unë të falenderoj shumë për kohën që ndave, nëse ka diçka me rëndësi që nuk e kemi cekur deri më tani, ndoshta mund të përmendim edhe faktin që ti qëndron në një hapësirë ku ka rezatim gjithkohës, për t'i bindur gratë që mamoja nuk është edhe aq e rrezikshme, atëherë. Po. Jo, mama ka një dozë të vogël të rezatimit. Po ju qëndroni për ditë për shembull në ato hapësira. Pasi mjekësia nuk bazohet në anekdota, nuk bazohet në thënie, kjo është dëshmuar me incizime, domethënë hulumtime që janë bërë në 10 mira, domethënë janë large clinical trials që i thonë domethënë hulumtime të mëdha klinike, dhe ku është konstatuar se mundësia teorike për të shkaktuar kancer është jashtëzakonisht e vogël, po mundësia që të zbulohet kanceri në faza 2-3 vite para se të jap simptome është shumë e madhe. Ne mjekët edhe punonjësit tjerë shëndetësorë që bëjnë incizime, jemi të mbrojtur nëse ka nevojë, ato kanë përparëset me plumb ose janë të fshehur prapa asaj pjesës së qelçit që është me plumb. Ne kemi ato dozimetra të cilët masin dozën e rezatimit dhe në këtë mënyrë jemi në harmonire nën kontroll se sa rezatomi, sa jemi të nështruar rezatimit. Faleminderit shumë për kohën që ndave dhe të uroj shumë suksese në punën tënde. Ju faleminderit edhe juve për mundin, për kohën që keni ndarë që të vini këtu dhe ta bëjmë këtë intervistë që është do të jetë në dobit grave edhe në dobit popullatës komunitetit. Faleminderit shumë.